Amir Rahmani nuk do të jetë i gatshëm për Kosovën në fazën play-off për Botrorin 2026. Mbrojtësi është dëmtuar dhe do të qëndrojë të paktën 2 muaj jashtë fushave duke rrezikuar që të jetë i gatshëm ndoshta vetëm për mbylljen e sezonit. Rahmani u dëmtua të dielën ndaj Romës, kështu u detyrua të largohet nga fusha e blertë në minutën e 70. Rahmani është parë dhe si ndër të preferuarit të trajnerit Conte pasi nuk diskutohej vendi si titullar te kampionët e Italisë. Kapiteni i Kosovës do i mungojë Dardanëve që më 26 mars përballen me Slovakinë në transfert. Rahmani ndërkohë është penguar jo pak nga dëmtimet për këtë sezon. Kapiteni i Kosovës Amir Rahmani është përfshirë në mesin e 19 mbrojtësve më të mirë të vitit në nominimet e publikuara për EA Sports FC 26 Team of the Year, një çmim prestigjioz që ndaron futbollistët më të spikatur të vitit kalendarik. Formacioni më i mirë do të zgjidhet nga votat e publikut, ndërsa futbollistët që marrin më shumë vota do të shpallen më 15 janar. Të gjithë tifozët dhe dashamirësit e futbollit mund të japin votën e tyre për të ndihmuar Rahmanin të bëhet pjesë e 11-s më të mirë të vitit dhe të tregojë vlerësimin që meriton për kontributin e tij në fushë. 31 vjeçari ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm te Napoli, duke shënuar një gol në 16 paraqitje dhe duke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e skuadrës. Përveç performancave në klub, Rahmani ka treguar udhëheqësi të madhe edhe me kombëtarën e Kosovës, duke konsoliduar vendin e tij si një nga mbrojtësit më të respektuar të futbollit shqiptar. Si mund të votoni? Tifozët mund të hyjnë në faqen zyrtare të EA Sports FC 26 Team of the Year dhe të zgjedhin futbollistët e preferuar nga secili pozicion për të formuar 11-ën ideale të vitit.